Ke folur për një sakrificë dashurie dhe më ka bërë shumë përshtypje realisht mua personalisht. Me sa duket këtu krahasohen shpirtrat për masat e shpirtrave, se kush e ka shpirtin ekstremisht të madh. Ndoshta është merit, po ndoshta s'kisha opsion ose mundësi tjetër. Po flasim për Polakun, no? Tani për momenti ka vajtur andej që është do bëj ka ato ritualet e veta familjare shëndetësore, po nuk e di, do me thënë, nuk e di se çfarë them, por është një gjë që jep kuptim, që jep, do me thënë, pavarësisht momentesh që është tërësisht mosmirnjos, sepse ai e quan që t'jesh i integruar me shëndetin tënd, ose t'jesh i integruar me sistemin nëpërmjet punës, të ardhurave gjitha, gjëra që ai nuk i ka, i quan në një farë mënyrë dhe një padrejtësi në atë mënyrë në tërësisht originalit mendimit të tij, edhe për shembull ka momente shumë interesante, është një film që s'maron asnjëherë, po, dhe që është dhe i lodhshëm shpesh, por dhe sfidues, për shembull, ti mund t'i çosh një dhuratë ose kështu, edhe ai të bëj një ofezë kështu të lehtë me lezet që, ku e gjete me i fjalë, qa ke boj që e gjete? Sepse ke ato skeptika, se s'mu ta them me fjalët e tij, po do me thonë, si është puna e kësaj, ku flet zogu? Do të bëhet xheloz, me pak fjalë. Po s'është punë xhelozie, se nuk ta thot për xhelozi, po edhe është dhe një lloj ironie për faktin që vlerat që janë krijuar dhe vlerat që përfitojmë nga vlerat që kemi, sipas ti, nuk janë vlera reale. Dhe ku lujte, do me thonë, ku lujte që për shembull, të bëj një shaka tash, për shembull, ca kohë se merr dot emisionin, krejt pa pritur krijohet një hapësirë që e merret, dhe ai se ka për gjë të tallet që ke flet me drejtorin, që o ndryshu situatë.